Jemi si çdo ditë në rubrikën Opinion, ku ka nisur edicioni informativ në orën 16:30, por ndërpritemi për të diskutuar për disa minuta me analistin dhe publicistin zotin Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. E nisim bisedën tonë me tensionet e ditëve të fundit me Serbisë dhe Kosovës, treni me mbishkrime Kosova është Serbi, ka shkaktuar tensione, ndërkohë patur edhe deklaratat për kace, por që do t'i analizojmë me hollësi nga ana e Vučićit, por edhe nga ana e Thaçit. Si pat këto tensione dhe kthimin e trenit mbrapsht, sigurisht nga ana e KFOR-it? Po, i pash me shqetësim, besoj se duhen analizuar thellë sa janë gjëra sporadike, sa janë në një kontekst më të gjerë me zhvillimet politike, zhvillime që kanë të bëjnë edhe me marrëdhënie ndërkombëtare, qoftë Kosovës, qoftë Serbisë, qoftë Shqipërisë me Europën, ndoshta edhe me zgjedhjen e Trumpit, Rusia si protagoniste. Ja, besoj se është një kompleks gjërash që mund të evokosh nga kjo ngjarje, qysh nga më rëndomta, nga një gjë deri tek këto pra. Shqetësimi më i madh që të lind kur shikon këto ngjarje, padyshim që ky është një provokim politik. Vështirë ta përcaktosh, a është i koordinuar, si më thënë, me qeverinë nga lart, apo kemi të bëjmë me segmente, siç thonë ekstremiste, serbe, kjo është e vështirë për të përcaktuar. Të paktën unë s'kam në një informacion nga mediat shqiptare, është çik vështirë që ti besosh plotësisht, sepse janë shumë të njëanshme, ndërkohë që të bën përshtypje që nuk ka pasur shumë reagime, me aq sa ndjek unë të paktën në media ndërkombëtare serioze, dhe kjo është prapë shqetësuese. Se takon medias ndërkombëtare, ka reaguar AFP, Associated Press, Reuters. Po neve i gjurmojmë, i kërkojmë, po kur shikon mediat që jepen, supozojmë, unë shikoj mediat italiane, shikoj Francën, shikoj BBC, CNN, nuk e shoh në titull, nuk e kam parë, ndoshta e kam gabim. Pra, shqetësimi kryesor, aty po thoja, është që në kuadrin e kësaj krize politike të Europës, të një farë mënyre frikës dështimit të një projekti evropian, të një rikonfigurimi të raporteve ndërkombëtare, qoftë duke patur parasysh Trumpin me Rusinë, qoftë duke patur parasysh se kthimi në shtetet kombe në proteksionizmin do të kthejë ndoshta aleancat vjetra më shumë se sa këtë projektin evropian ku kemi gjetur strene, e bën më të brisht situatën për Ballkanin veçanërisht, më të rrezikshme, ku besoj se më të rrezikurat jemi neve, kemi thënë dhe herë tjetër, neve dhe Kosova. Janë ngritur ndërkohë në ajo që u quajt deri diku një luftë fjalësh, nga të dyja palët, deklaratat e famshme të Nikoliçit që unë do shkojnë luftë bashkë me Djem, pavarësisht nga reagimet shumëta që ka patur në Serbi kundër këtyre thirrjeve luftë-nxitse, por në Kosovë presidenti Thaçi takoi kreun e forcave të sigurisë Kosovës, domethënë përgjigje që ne jemi gati të krijojmë dhe formacione të armatosura të nivelit ushtarak. Ka përhapur një idenë e një frike, një tensioni që gjërat mund të shkojnë. Pati ka njerëz në rrjetet sociale të cilët kanë thënë që ky veriu i Kosovës edhe mund të jetë i negociueshëm tani, nëse shkojnë punët deri aty, nëse shqiptarët gjenden në një pozicion që s'kanë më mbrojtje të madhe në krah, kjo frika se çfarë po ndodh në krahët tanë. Çfarë duhet bëjë sipas jush faktori shqiptar në rajon, qoftë brenda Republikës së Shqipërisë, po edhe më gjerë në rajon, si duhet i shohë, se ka dhe shumë diskutime nëse kjo që po ndodh, ka dhe shumë paqartësi se çfarë po ndodh vërtet. Trumpi vazhdon të konsiderohet i paparashikueshëm nga të gjithë. Po ajo që dim me siguri dhe ju e thatë është që Bashkimi Evropian nuk është as pak në formën e vetë më të mirë. Unë mendoj këtë që gjë e parë që duhet bëj faktori shqiptar është një reflektim. Se a kanë dhe ata një lloj përgjegjësie jo për trenin që u soll. Aq se sa për
humbjen e një lloj mbështetje që ndjehet në ambiente ndërkombëtare, veçanërisht nëpër media ndërkombëtare, për Kosovën, që domethënë në kuptimin që në qoftë se në ajo që ndodhi para 15-16 vjetës, që u bën 15 vjet tani, ndërhyrja 18. Po, më shumë, në 99-ta. Ajo që ndodhi ishte një mbështetje jashtëzakonshme. Dhe sa e ka legjitimuar pastaj klasa politike kosovare atë mbështetje, që jo kujdoj ka ardhur, se imagjinoni kurdët i ke aty të ndarë, të përçarë, nuk ndërhyn njeri të ndihmoj kurdët kundër Turqisë, po themi, apo jo, nëse mund sjell një shembull. Apo ashtu siç kemi parasysh Krimea që ndodhi, Ukraina, domethënë ajo mbështetje që kanë pasur shqiptarët nuk e kanë justifikuar në kuptimin e ndërtimit të një shteti serioz që meriton mbështetje më të madhe. Pra, ky lloj kanë ndjesin sikur serbët po e kanë ndjerë këtë dhe mund të dhe i rikthehen, si thosh, një lloj politike agresive për ta mbajtur Kosovën, sepse duket se Kosova është gjithmonë dhe akuzë shqiptarës bëjnë dot shtet dhe bota po sa mendon nëse një shtet bëhet burim krimi, trafikimesh e këto, atëherë pse ta kemi, pse ta mbështesim këtë shtet? Pra vihet në diskutim. Në këtë aspekt besoj se kjo është gjë e parë që duhet të bëj faktori shqiptar dhe jo thjesht të lëshoj fishek zare nacionaliste, se dashurinë më të madhe për atë dhe unë mund ta tregosh duke punuar për ditë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, jo duke thënë që ne jemi gati për luftë apo kot. Përse takon reagimeve, sigurisht nuk është se ka reaguar zoti Majko në lidhje me trenin, por nuk kemi patur një reagim nga ana e kryeministrit të Shqipërisë, përveç një komenti në rrjetin social në Facebook, ku shprehet se Kosova tani më është shtet, nuk duhet hynte treni. A duhet të reagonte kryeministri, qoftë edhe me një status në Facebook, siç ndodh? Unë mendoj se duhet të reagonte, po jo si që reagon Majko, ish kryeministri, se ajo është qesharake. Ajo të bën qesharak, në gjitha aspektet. E para sepse edhe historikisht ja fut kot Majko, se thot ne jemi për ne shqiptarët, sigur për luftë, neve jemi jo ku e ku larg më të fort se serbët. Duhet kemi çik sens realiteti dhe kur bëjmë politikë. Mos harrojmë se kur formua Shqipëria në 1912 edhe pse jemi mësuar me atë propagandën e Enver Hoxhës, ne, po kur u ngrit flamurin Vlorë nga Ismail Qemali, serbët ishin Durrës, grekët ishin Himar. Dhe po mos ishte Austro-Hungaria dhe Italia dhe në kontekstin ndërkombëtar, ndoshta s'do ta kishim këtë Shqipëri fare. S'do ta kishim, jo ndoshta s'do ta kishim. Sepse ky ka qenë konteksti historik. Dhe nuk kemë se mund të bëjmë luftë, plus që pastaj ç'kuptim ka të nxisësh luftën. Këtu s'bëhet fjalë për të nxitur luftën, këtu bëhet fjalë për të denoncuar agresionet dhe për të nxitur frymën e paqes e zgjidhjes problemeve. Kështu që besoj se në këtë kontekst duhet të reagonte edhe kryeministri. Heshtja është pak e çuditshme sepse është përgjegjësi, është një ngjarje që kërkon një lloj përgjegjësmërie. Më mirë heshtje se sa, siç thash, në një reagim si Majkos. Dhe kur vjen puna pastaj duhet përsëri dhe ai të kthehet të një gjë e rëndësishme është për tu menduar lidhur me këtë konflikt, se mos harroni se deri dje kemi trumbetuar, Rama atakoi Vučić, u duk sikur marrëdhënie serbo-shqiptare, po kjo tregon se sa të brishta janë situatat kur bëhen në mënyrë vetëm për propagandë, vetëm kur legjitimimi kërkohet nga Merkeli, nga Evropa, ndërkohë që nuk punohet me popullin tënd, qoftë këtu, qoftë në Serbi, vërtet për ndërtuar një atmosferë paqe, bashkëpunimi, po thjesht të takojnë dy lidera dhe kanë hallë që të legjitimohen në pushtet, po këtej nga vendi nxisin frymën nacionaliste, se ishte tren, po dhe kjo ajo që bëri kryeministri që vuri flamurin e Shqipërisë madhe te ajo e kryeministrisë fasada, dhe ajo një lloj provokimi ishte, jo vetëm për Serbinë, po edhe për Greqinë bile. Që reagojnë fakt, me njerë atëherë dhe po? me forcë.
Për te asaj që ndodh mes brenda për brenda shqiptarëve apo mes shqiptarëve dhe serbëve dhe rajonit në përgjithësi, mos harrojmë që dhe Maqedonia ndodhet në një pikë shumë kyçe ku nuk dihet se çfarë zhvillimesh do të ketë. Gjërat vendosen nga fuqitë e mëdha, siç kemi mësuar gjithmonë ta quajmë. Ne do të kemi një këshill sigurimi pas kur të përfundoj ky vit 2017, pra madje që më herët, me Kinën e Xi Jinping, Rusin e Putinit, Amerikën e Trumpit, Britaninë e Theresa Mayt dhe Francën në rastin më të mirë të François Fillonit, i cili tha se Kosova dhe Krimea mund të shikohen si njësoj. Si e shikoni këta? Është ky ndryshim ekuilibresh? Është shumë e rëndësishme dhe është shumë shqetësuese. Nuk jemi më në vitet 90, mos harrojmë, kur ishte një supremaci e padiskutueshme, po themi e SBA-s dhe e NATO-s, ajo që quhet unilateralizëm, bota u bë unilaterale, siç thuhet, që kulminoi, do thoja unë, me agresivitetin që tregoi Bushi në Irak, që që vendosi vet edhe kundra Europës, asaj që quhet Europa e vjetër, mos harrojmë, pra, nuk jemi më në ato kushte dhe besoj se në ato kushte ndodhi ajo që ndodhi me Kosovën. Sepse Rusia ishte shumë e dobët, mbas Jelcinit. Tani kemi një situatë ku kemi një rikthim të protagonizmit të Rusisë spektakular, për mirë dhe për keq, mund të flitet, ndoshta më shumë për keq, në kuptimin edhe të çfarë po ndodh në Siri. Padyshim që Kina bëhet gjithnjë më e rëndësishme. Kështu që kur ke parasysh që këto vende nuk kanë qenë përkrahas asaj që ndodhi në Kosovë, situata bëhet edhe më e brisht, më e vështirë dhe ndoshta dhe e paparishkueshme. Unë do presim, por besoj se ajo që duhet të mbi sundoj është gjithsesi evitimi me çdo kusht i konflikteve. Pastaj besoj se gjithsesi këto shtete europiane, edhe nëse shikojnë intereset e tyre, kanë një përvojë dhe besoj se do të ndikojnë edhe nëse s'bëhet fjalë për një kontekst evropian, bashkimit evropian, përsëri do të ndikojnë. Por nëse faktori i brendshëm bëhet luftë nxitës nga të gjitha anët, atëre unë shoh situatën me shumë shqetësim për fatet tona kryesisht, sepse jemi më të dobtit dhe më i dobti sakrifikohet shpesh herë. Mund ta shtilloni pak, sepse e përmend pak faktorin e brendshëm dhe ne kemi ndjekur prej shumë kohe tashmë një Kosovë e cila është e përçarë politikisht nga brenda, me përplasje ndonjëherë edhe shumë të forta. Si e shikoni këtë? Ne jemi të përçarë politikisht. Ne jemi me mosbesim ndaj vetë klasës politike. Se do të përdor një fjalë larg qoftë, nuk shpresojmë që do të bëhet luftë, po, nëse do të bëj luftë, ne jemi katraur në atë kuptim. S'kemi qenë të zot fare, le të thot Majko, no? Se mos ishte bashkimi ndërkombëtar, i kishe gjithë shqiptarët e Kosovës në Shqipëri sot, apo jo? U bë një lloj pastrimi etnik atje. Pra, sepse vendi vogël ka 1000 faktorë, të kuptojmë, po dhe ne këtu në këtë aspekt jemi shumë përgjegjës, do thoja. Kështu që përçarja, mosbesim të institucionet, ekonomia e dobët, mbështetja e pakët ndërkombëtare, nëse do të humbasim atë që thash më parë, që është shumë e rëndësishme, projektin evropian, idenë e një mbrojtje, sepse jemi vendet NATO-s, sepse askush nuk ndërhyn, atëherë të mbetet kërkosh të mbështetës, sepse i vetmi mbështetës që mund të gjejmë neve sot është shteti turk, i cili ka probleme dhe vetat mëdha, dhe është dhe i paparashikueshëm Erdogani. Mos harrojmë, deri dje ju kundërveu Putinit, tani bëri aleancë me Putinin. Është si një përbindësh i madh, i cili një gorillë e madhe që po lëkundë dhe njëra çalon këte, njëra çalon andej dhe krijon paparashikueshmëri. Duket se po shtohen liderët e paparashikueshëm në botë. Edhe në këtë aspekt, nëse puna vjen që
të fitoj forca, arroganca, atëre ne jemi në pozitën më të dobët. Ndryshojmë temë, kalojmë tek zhvillimet politike në vend, zoti Lubonja, në një kohë që kemi, le të themi, thonjza konfliktet të PS-LSI apo PSD për sa i takon listave të hapura dhe votimit elektronik, në një kohë tjetër që qytetarët vetë të pyetur nga mikrofoni jonë nuk janë të sigurt për votimin elektronik apo le të themi nuk kanë dijeni apo informacion për të. Kemi një deklaratë të kryetarit Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotit Meta, dje në studio e hapur, që nuk do të ketë koalicion me Partinë Demokratike. Kjo edhe në përgjigje të asaj çka tha zoti Basha pak kohë më parë, në formën e prerë kategorike, jo, si shihni zhvillimet më të fundit, edhe pse nuk është se ka shumë lëvizje, përsa i takon koalicioneve, dhe a shihni përpara zgjedhjeve një LSI që do dalë e vetme? Është vështirë ta kuptosh gjë në fund, ndoshta as Meta vetë nuk e di se çfarë do të bëjë gjë në fund. Ai midis tjerave kishte thënë edhe sikur të ishte fjala vetëm për mua, nuk do të kisha bërë me Ramën, marrëveshje me Ramën, pra sikur ka merakun e vendit, si më thënë. Di edhe armiqësitë që kanë pasur edhe problemet që tensionet që kanë qenë edhe vitin e kaluar, sidomos për sa i përket reformës në drejtësi. Mendoj se kjo deklarata e Metës më shumë është një parapërgatitje për të bërë një koalicion nesër me PS-n se sa për të shkuar i vetëm. Ndoshta gaboj. Në fakt, shprehimisht, zoti Meta u shpreh, përderisa kryetari i Partisë Demokratike thot në formë kategorike jo për koalicionin mes nesh, atëherë kështu le të bëhet. Tani, mos ndoshta i takon unë mendoj që zgjedhja e Partisë Demokratike për këtë? Problemi është ky, ai ndoshta do të kërkoj të fajsoj Partinë Demokratike. Partia Demokratike do të shkëputet nga Meta sepse do që të marrë pikë dhe ta fusë Metën tek pjesa. Të gjithë po mendojnë për vetveten, për mendimin tim. Unë e kam thënë këtu në këtë studio, zgjidhja më e mirë e mundshme dhe që nuk është e paralizueshme, por tepër e vështirë për shqiptarët, atë që folëm dhe për Kosovën apo jo, që nuk bëhen dot bashkë shqiptarët për të gjetur një gjë që është në interesin, për te interesit tyre, të tyre ose të partisë tyre, është që gjithë këto parti, duke pasur problemin e madh që kemi përpall një arrogancë në rritje dhe një papërgjegjshmëri në rritje të Ramës me PS-n, do të duhej të Shqipëria të kalojë nga partia shtet dhe shteti i partive, më mirë them, në shtetin e institucioneve, pra këto partit e tjera duhet gjeni një rrugë që të thonë ndërtoni një koalicion ku të mos pretendonin më që të jemi ne. Po e them prap këtu se mendoj se edhe askush nuk përgjigjet, nuk e janë merr në analizë, që nuk jemi ne të përfitojmë, pra edhe Meta të ishte dorë nga privilegjet, nga postët që mund të kërkojë edhe Ram, edhe më fal dhe Basha dhe ku diun dhe këto forcat e reja Ben Blushi apo ku diun Bojaxhiu e tjera, për ndërtuar një shtet të institucioneve, më në fund që Shqipëria të ketë një shtet të institucioneve, kjo do ishte zgjidhja. Këtë se bëjnë sepse secili thot ku jam unë herë pa gjëja e parë, dal jashtë loje unë, si jam unë, po i dola unë jashtë loje, le të përmbyset Shqipëria. Kjo është logjika. Të gjithë kështu mendojnë. Në këtë aspekt edhe Basha prandaj thot kështu, edhe Meta prandaj thot kështu, por ka një gjë për të kthyer tek çështja e koalicionit, sepse Meta si ka dalë një rival tani, që është partia e Idrizit. Meta mendon që është më i fortë, sikur dhe Idrizit shkoj vetëm, ndoshta mund të marrë Meta shumë më tepër. Por nëse Idrizi futet në koalicion me PS-n dhe Meta rri jashtë, ka gjasa që dalë me më shumë deputet Idrizi sipas ligjit elektoral që kanë bërë, apo jo? Se sa Meta do ta bëj këtë kalkulim Meta apo do futet brenda, dhe këtu mendoj që Meta nuk i di këto akoma, nuk po di ndoshta dhe se si janë ato që mund të quhen parashikime, pollet aq sakt se si mund të votoj. Dhe besoj se do shkohet kështu të këtrequr zvarr, sepse edhe nuk i kemi shumë larg pamës politikanët tanë në kuptimin edhe për. Dhe në fund fare do të gjejmë në zgjidhje që më shumë anon nga koalicioni i vjetër. LSI PS. Së fumi e diçka, tani se gjithmonë analizojmë si e luajnë lojtarët kryesorë në fush, analizojmë diçka edhe zgjedhësit përballë gjithë sistemi, pasi
U fol për listat hapura, duket se s'ka kohë do hyjë njeri kësaj çështje. U fol për depolitizim të komisioneve zgjedhore, që në fakt janë 3-4 forcat politike kryesore që i zotrojnë, dhe duket se edhe këtu nuk do të kemi ndonjë zhvillim të madh për kaq kohë sa ka mbetur. Ndërkohë si shikoni zgjedhësit shqiptar, cilët që kur ndryshua kushtetuta, duket sikur tani nuk zgjedhin më përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Shqipërisë, pasi ata janë të mbyllur në lista, duket sikur ne zgjedhim vetëm kryeministrin tashmë. Po unë mendoj që zgjedhësit shqiptar kanë një problem edhe më të madh akoma, që jo s'kan përfaqësues, jo vetëm në kuptimin tek partitë, po s'janë fare të përfaqësuar nga këto parti. Domethënë ky është problemi më i madh. Domethënë nuk është i përfaqësuar vullneti i tyre për ta ndryshuar situatën e tyre të rëndë. Nuk është i përfaqësuar. A mundet ta thuash se e përfaqësojnë këto partitë e vogla që kanë nisur tani, që po denoncojnë, si më thënë, kastën, PS, siç është Blushi, Bojaxhiu, a mund të thuash që shkon tek ai zgjedhësi shqiptar? Ai më i kualifikuar ndoshta, po unë mendoj që në tërësinë e vet ka një mosbesim shumë të madh ndaj gjithë kësaj elite që është ndërtuar këto 25 vjet, që ka delegitimuar njëra tjetrën. Dhe kështu që unë më shumë do thoja që zgjedhësi shqiptar është i braktisur dhe një pjesë ikin, një pjesë votojnë, nuk votojnë, një pjesë mund votojnë këto të vegjëlit, po shumica pastaj do shkojnë sipas interesit dhe nganjëherë dhe blerja, pra blerja e zgjedhësve, sidomos atje ku bëhet fjalë për qytetarë të pa formuar, do t'jetë blerja, ashtu sikurse dhe interesat e ngushta pastaj, se çdo kush, dhe qytetarët që kanë një lloj mendimi, edhe ata janë të lidhur me këtë, se ky është një sistem që i ka lidhur të gjithë me interese ekonomike, kështu që do masin atë interesin e ngushtë dhe jo atë, besoj se kështu e shikoj. Nuk ka akoma një frym që ta ndroj situatën, dhe të përfaqësohet, si më thënë, më mirë them, që të përfaqësohet kjo frym që kërkon një ndrim radikal nga shteti i partive, këtyre partive banda, në shtetin e institucioneve që folën. Zoti Lubonja, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit, zoti Lubonja. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak. Na ndiqni.